pikat, po nga perspektiva pro-sërbe, dhe ai gjithmonë ka qenë pro-sërb. Ju kujtohet kur u zgjodh atëherë, presidenti tha që ka qenë kundër. Kurse kryeministri Haradinaj në atë kohë në shkuarje ka pas insistuar që Kurti të ketë antenat ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dorën zemër, më qenë se përmende kur unë kam udhëheq me bisedime, konfrontimin kryesor që kemi pas edhe besoj që duhet ta vazhdoj ta ketë qeveria e Kosovës, është që në bisedime të mos udhëhiqen vetëm nga Bashkimi Evropian, po të ketë edhe një udhëhec nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi pa që në 20 vitet e fundit në asnjë proces ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë udhëhec apo bashkëudhëhec, nuk ka pas sukses. As në tema e bisedimeve nuk do të ketë sukses nëse nuk janë në tavolinë rol udhëhec edhe dikush nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht i përzgjedhur i president Trump. Në këtë rast i president Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë rast president Trump. Pra e prisni që shumë shpejt të të rikthehemi në tryezën në dialogut. Besoj që shumë shpejt, shumë më shpejt se sa që mendojmë. Dhe kur jemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bordi i paqes, presidenti Osmani? Veprimi buduhur, veprimi mençëm, e kam pa edhe partitë opozitare kanë në mbështet. Çka është ka po flitet nëpër qytete, nuk e di sa është zyrtare, se Kurti nuk ka pas qëndrim dhe nuk ka qenë informuar për këtë punë. Nëse kjo ka ndodhur, atëherë është me të vërtetë kjo është një skandal në vete, një kryeminist që ka marrë këto vota, që ka këtë përkrahje qytetare. Mos me qeni informuar, mos me qeni konsultuar. Gjithnjë po flasin pas ato sa që ashtu po spekulohet në qytet. Në një proces të tillë është e paimagjinueshme. Unë shpresoj dhe uroj që kryeministri Kurti të ketë qenë informuar dhe të ketë qenë në një vijim me presidentin Osmani. Përndryshe pa marrë parasysh tërë ato çka flitet, raporti i Kosovës, dhe gjithkush e kupton që raporti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është raport normal i një shteti evropian. Në këto momente tek